Në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në orën 10 filluan homazhet në nderim të artistes së madhe Margarita Xhepa, e cila u nda nga jeta ditën e djeshme në moshën 91 vjeçare. Homazhet vazhduan deri në orën 13, siç kishte njoftuar Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Kolegë, familjar, figura të njohura të fushave të ndryshme dhe qytetar shprehën respektin dhe mirënjohjen për kontributin që ikona e kinematografisë shqiptare ka dhënë në artin dhe kulturën shqiptare. Djali i saj, aktori Ndriçim Xhepa, tregon ditët e fundit të nënës së tij. Mbyll jetën e saj në mënyrë normale, pavarësisht se pati sa probleme tash, si më thonë javët e fundit, to 2 muajt e fundit, të karakterit shëndetësor, të karakterit pulmonave, si duket edhe lodhjet e vetë viteve bëjnë të vetën normale. Por ajo nuk kishte një natyrë të çuditshme që biles kur binte muhabeti në biseda nga herë në momente të shkëputura kështu, e thoshte, ndoshta në skenë thoshte, nuk ka mundësi më, edhe jo sot, po ka disa vite që e thoshte atë se skena do lëvizje, do këmbët, kur i thonë. Kurse ke filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër prapë se mund të bënte tjetër punë. Por them se e mbylli ndoshta ashtu siç e desh dhe Zoti, që roli i fundit që bëri me Spartak Pecani në Bolero, Vilin e Pleqjve, sikur përkoi dhe me jetën, ashtu siç erdhi dhe finalja e mbylljes së jetës saj. Nëse duket kjo ishte edhe perdja e jetës që mbylli, siç perdja e skenës, bjen ai fondali i zi dhe por rëndësi ka që atë që thash pak përpara në fillim, që mënyra se si po respektohet sot, sigurisht nga njerëz të fushave të ndryshme, por mbi të gjitha nga vjetra pafund njerëz të cilët janë thjesht njerëz, popull që publiku i filmave, i punëve të saj që ka lënë në ekran dhe të skenë. Kjo është kënaqësia më e madhe që më të marri vetë familjarët, por mbi të gjitha dhe ajo në atë shpirtin e saj që sot largohet nga kjo botë. Ruaj kujtimet më të jashtëzakonshme me të, ajo do të mbetet e paruar dhe të kardashit, ajo ka lënë figurën e saj dhe sot po ta shikoni në këtë omazh të përmorshëm, si thua, ka një si thua vizit, një ardhje, një trysni, po ta them më mirë, të njerëzve që duan të vinë edhe të nderojnë. Pas homazheve, zonja e madhe e teatrit dhe kinematografisë, Margarita Xhepa, është përcjell për në banesën e fundit me lule dhe duartrokitje nën tingujt e marshit funebër të luajtur nga banda e qytetit.